për herë të parë. Përshëndetje. Sot jemi në promovimin e filmit dokumentar me autor Aldo Sullollarin. Unë do t'ju pyesja thjesht, çfarë emocioni është përjetuar kur ju e ndoqët atë? Aldo një djalë i mirë, me kërkime në Iran, është duke zgjeruar atë rjetin e tij. Pra u emocionuat. Edhe u emocionuam. Edhe juve me emocionuat më shumë. Faleminderit. Një pyetje për ju zot. Çfarë duke parë këtë film dokumentar, a keni ndërmend ose dëshirë që ju ta vizitoni këtë shtet, të shikoni bukuritë e atij shteti, veçanti, të jeni më afër me kulturat, do të thënë thjesht një vizitë, një vizitore përkohshme për të parë më afër kulturën e. Unë kam qenë njërë në Iran në një konferencë shumë e bukur, shumë vite, ka 15 vjetë që kam qenë atje. Por dokumentari në fakt më emocionoi shumë, aty kishte dhimbje, kishte domethënë probleme, Irani ka dhimbje, por ka dhe atë anën emocionale, atë dashurinë, atë mikpritjen që e kanë fantastike e kanë. Nuk i di për mikpritjen jam shumë befasuese. Unë kam edhe ca miq iranian këtu në Tiranë, që kam 35 vjet që kam miq, kemi si një familje, si që keni krijuar këtë familjen juve, edhe ne kemi atë familjen që në të dyshim. Dhe kanë një bujari, kanë një kulturë të lezetshme, po nga një herë, mund ta them dhe këtë që ngjani çik edhe me kulturën shqiptare. Ndoshta nga feja, ndoshta nga nuk e di. Kanë elemente që kanë ngjashmëri. Ka element. Dhe ju e thash shumë bukur vetë, pa pritur parë që unë t'ju bëj edhe pyetje, sepse e cekët vetë të temë, duke qenë se po flisni edhe për ngjashmëritë që kanë si kultura ndërmjet dy shteteve. Dhe aq më tepër ju pas keni qenë dhe vizitore në shtetin e Iranit edhe e njihni më nga afër këtë gjë. Po. Kishte shumë kulturë, shumë tradita, ato xhamit, ato kishat, xhamit janë kryesisht. Që në vitet që në shekull shumë përpara dhe me arkitektura brezlënse. Shumë e bukur. Shumë faleminderit, shumë faleminderit.